Do të shohim tani ecurinë e tregjeve për gjatë ditës së sotme, ku në tregun monetar vjetre një dobësim i lehtë i dollarit amerikan dhe në këtë mënyrë në fillim të kësaj jave moneda e gjelbërt i ka dhënë fund tendencës në rritje që shfaqi për gjatë javës kaluar. Në tregun e brendshëm ndërkohë vjetre një ndryshim shumë i vogël i këmbimit monedave kryesore ndërkombëtare me lekun në tregun vendas. Investitorët do të vijojnë të jenë fokusuar kryesisht tek zhvillimet që kanë të bëjnë me geopolitikën, sidomos çështja e Iranit, ka tentativa për të zhvilluar negociata, por në anën tjetër edhe tensioni vijon të jetë shumë i lartë sepse prania ushtarake e Shteteve të Bashkuara Britanisë, Aleancës Atlantikut të Veriut, vijon të jetë gjithmonë e më prezente në rajonin e lindjes së mesme. Në tregun e brendshëm, në sesionin e parë të kësaj jave, vjetre një ndryshim shumë i vogël i këmbimit monedave kryesore ndërkombëtare me lekun dhe sikurse mund ta shohim, sipas dhënave të Bankës së Shqipërisë, dollari ka rënë lehtë me vetëm 0.02% dhe mesatarisht këmbehet me 81.85 lek. Euro vjon tregtohet pra niveleve më të ulta historike, mesatarisht euro blihet ose këmbehet më saktë me 96.54 lek në rënjet papërfillshme me vetëm 0.01%. Franga zvicerane mesatarisht këmbehet me 105.23 lek në rënje me 0.03% të vlerës. Paundi britanik ka humbur 0.17% të vlerës, realizon humbjet më të mëdha në raport me lekun dhe këmbehet me 111.08 lek. Në ecurinë e dollarit kanadez, kjo monedë është rritur lehtë me 0.01%, këmbehet me 59.81 lek, ndërkohë dollari australian ka humbur 0.02% të vlerës, këmbehet me 57.07 lek. Jeni japonez është rritur lehtë me 0.07% të vlerës, lira turke është e pandryshuar edhe ditën e sotme, mesatarisht këmbehet me 1.88 lek dhe juani kinez është rritur lehtë me 0.01%, këmbehet mesatarisht me 11.8 lek, referuar dënave të publikuara nga Banka Qendrore. Ndërkohë në tregje ndërkombëtare vjetre, një rritje lehtë e euros përballë dollarit amerikan në sesionin e parë të javës. Fundjava ka qenë me luhatje të mëdha për tregun e kriptomonedave, ndërkohë ditën e premte të javës kaluar, moneda amerikane ka pasur një tendencë në rënje përballë shportës me 6 monedat kryesore ndërkombëtare dhe në këtë mënyrë i ka dhënë fund javës kryesisht në rritje në raport me monedat kryesore ndërkombëtare. Ndërkohë në mëngjesin e sotëm, euro ka fituar 0.3% të vlerës përballë dollarit amerikan, mesatarisht një euro këmbehet me 1.1853 dollar, duke u ngjitur sërish pra nivelit më të lartë në thuajse 4 vite e gjysmë. Paundi përballë dollarit ka humbur 0.13% të vlerës, këmbehet mesatarisht me 1.3591 dollar. Përballë frangës, dollari ka rënë me 0.31%, këmbehet me 0.7733 franga, ndërkohë dollari australian është në rritje me 0.19%, këmbehet me 0.7028 dollar amerikan. Dollari kanadez përballë atij amerikan është rritur me 0.23% të vlerës, këmbehet me 0.7327 dollar amerikan dhe përballë jenit moneda e gjelbërt ka humbur 0.28% të vlerës dhe këmbehet me 156.76 yen mesatarisht. Dollari amerikan për gjatë javës kaluar ka gjetur kryesisht një mbështetje, madje mbështetja ka nisur që kur presidenti amerikan Donald Trump njoftoi emrin e Kevin Warsh si pasuesin e Jerome Powell në krye të rezervës federale. Javën e kaluar, bankat qendrore më të mëdha në botë, si Rezerva Federale, Banka Qendrore Evropiane dhe Banka e Anglisë, ndërmorën politikat e tyre monetare dhe vendosën që treja të mbajnë të pandryshuar normën bazë të interesit. Ndërkohë në tregun e kriptomonedave, luhatje të mëdha kryesisht në rritje ka pasur edhe për gjatë fundjavës. Ditën e premte të javës kaluar, Bitcoin zbriti pra nivelit të 60.000 dollarëve, por për gjatë fundjavës rifitoi rreth 10.000 dollar, ndërkohë sot është në rënje të lehtë. Tregu i kriptomonedave të paktën në 10 ditë e fundit është karakterizuar nga luhatje të mëdha, kryesisht për shkak të zbejës besimit të investitorëve në këtë treg, por njëkohësisht edhe zhvillimet gjeopolitike, rrisjet për një luftë të mundshme mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit kanë bërë që investitorët të largohen nga asetet me risk dhe të pozicionohen më shumë tek asetet e sigurta. Bitcoin aktualisht kuotohet në 70.055.28 dollar në rënje me 0.88%.
Ethereum realizon humbjet më të mëdha në rënje me 2% të vlerës kuotohet në $21.58. Ripple në rënje me 0.89% kuotohet në $1.21.20 Amerikan. Edhe Litecoin është në rënje me 0.83%, kuotohet në $53.63 dhe Bitcoin Cash ka humbur 1.68% të vlerës dhe kuotohet pra nivelit mesatar të $517. Ndërkohë në tregun e naftës, benchmarkët kryesor po qëndrojnë në rënje në sesionin e sotëm, sepse gjithmonë më shumë investitorët besojnë se nuk do të ketë një konflikt mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Palët janë ulur ditën e premte të javës kaluar në tryezën e bisedimeve, ndërkohë që këto bisedime do të vijojnë edhe përgjatë kësaj jave. Nafta Brent ka rënë me 0.71%, kuotohet në $67.57 për fuqi, ndërsa javën e kaluar ju afrua shumë nivelit të $70 për fuqi. Nafta bruto amerikane ka humbur 0.74% të vlerës, kuotohet në $63.08 për fuqi dhe nafta e përpunuar në bursën e Londrës ka humbur 1.66% të vlerës dhe kuotohet në $687.63 për ton. Ndërkohë në ecurinë e tregut të metaleve të çmuara, më herët gjatë këtij viti, gjatë muajit janar, rreth mesit janarit, ari, argjendi dhe platini prekën nivelet më të larta historike për shkak të rritjes kërkesës, tensioneve gjeopolitike, por njëkohësisht edhe përfitimit të investitorëve nga këto asete. Por javën e kaluar është vënë re një tendencë në rënje për metalet e çmuara dhe investitorët e kanë cilësuar më tepër si një korektim të vlerave dhe jo zhvillime që mund të ndikuar drejt për drejti tregun. Gjithsesi, investitorët për tregun e metaleve të çmuara parashikojnë një tendencë në rritje edhe për gjatë këtij viti, për arin për shembull bankat më të mëdha në Shtetet e Bashkuara, sigurisht është JP Morgan, parashikojnë një çmim mesatar në 2026 pra nivelit të $5.500. Aktualisht ari ka fituar 1.37% të vlerës, kuotohet në $5.048 për oncë. Argjendi në rritje të konsiderueshme, madje realizon performancën më të mirë në rritje me 6.2%, kuotohet në $81.66 për oncë. Megjithatë, argjendi është shumë larg nivelit më të lartë historik, pra $120 për oncë, të regjistruar më herët gjatë muajit janar. Ditën e premte, rreth 10 ditë më parë, argjendi u përball me humbje prej 30% rënjet më të mëdha apo humbjet më të mëdha ditore në thuajse më tepër se 3 dekada, që nga 1980 niveli më i lartë në thuajse 45 vjet. Argjendi është cilësuar si nga asetet me performancën më të mirë. Vitin e kaluar, por gjithashtu edhe këtë fillim viti, në 2025 në argjendi u rrit me plot 145%, ndërsa ka fituar edhe rreth 30% gjatë një muaji e pak ditë të 2026. Platini është rritur lehtë me 0.05%, kuotohet në $2105 për oncë. Ndërkohë, për sa i përket ecurisë së tregut evropian të aksioneve, të gjitha bursat janë hapur në territor pozitiv në sesionin e parë të javës, sepse ka optimizëm për shmangjen e konfliktit mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Njëkohësisht, investitorët janë fokusuar edhe tek fitimet 3 mujore të korporatave për 3 mujorin e fundit të vitit 2025. FTSE 100 i Londrës dhe DAX i Gjermanisë janë rritur me 0.4 dhe 0.87%, CAC 40 i Parisit dhe indeksi i Zyriut CMI janë rritur me 0.38 dhe 0.2%. FTSE MIB i Milanos realizon fitimet më të mëdha në rritje me 1.25% të vlerës. Ndërkohë, në ecurinë e 3 indekseve kryesore në Wall Street për javën e kaluar, ditën e premte, Dow Jones është rritur ndjeshëm me 2.47% të vlerës. Standard & Poor's 500 dhe Nasdaq gjithashtu janë rritur me 2.18 dhe 1.97%. Ky optimizëm që karakterizoi tregjet amerikane ditën e premte të javës kaluar ka vijuar edhe në sesionin e sotëm aziatik dhe atë europian. Dhe së fundmi, në ecurinë e korporatave të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani, Commerzbank kryeson fitimet në rritje me 2.73% të vlerës. Rheinmetall, Heidelberg Material, SAP dhe Deutsche Post kanë fituar nga 1.33 deri në 2.43%. Në anën tjetër, në kompanitë që realizojnë humbje,
në bursën e Frankfurtit. Rënja kryesohet nga Sunrise me 1,24% të vlerës. Siemens, Solth, Hannover, Kiagen dhe Vonovia kanë humbur lek terren nga 0,12 deri në 0,8%. Kjo ishte curia e tregjeve deri në këto momente, padyshim që vëmendja do të vijë të përqendruar tek zhvillimet që kanë të bëjnë me gjeopolitikën, por edhe dënat ekonomike dhe fitimet 3 mujore të korporatave.